Përshëndetje miq, ja këtu jemi në Kafe dhe Futboll, episodi i radhës. Ndryshe, tash jemi në episodi 30, u bën 30 episode bashkë mu me Nisin, kemi diskutu, ne kena shku në 30 episode, vazhdojmë akoma duke u rrit avash avash, në subscribe, në follow, në Instagram, TikTok, po ashtu dhe jemi përsëri këtu bashkë me ju diskutojmë prapë për futbollin, mendimet tona, ngjarjet që na kanë habit gjithmonë në për futboll. Dhe këtë fundjavë edhe kena dhe kombëtarët në mesjavë, kena 2 javë pushim edhe kemi në Shqipërinë që do losi dhe do bëj për botrore. Tashi kemi diçka të radhë parki do filloja të diskutoja rreth ndeshjeve që kemi pa në fundjavë, pastaj të flasim pak për kundër Shqipërinë, që kemi 2 ndeshjet me Shqipërinë, që kena të premte, kundër Anglisë edhe pastaj ndeshjen tjetër. Tashi do flisja për ndeshjen që ishte 2 ndeshjet më kryesore radhë parë, që ishte Atalanta Inter, që do dukte niveli Serie A, po edhe ashtu kishim edhe ndeshjen e Barcelonës me Atletico Madridit. Tashi radhë parë do e fillojmë me radhë, të diskutojmë direkt gjëja më kryesore që ka qenë për mua ishte ndeshja më e bukur, ka qenë ndeshja Atletico me Barcelonën dhe u dinte që do prisnin ndeshje e bukur me gola, siç e kam thënë në episodin e kaluar, i dishte ndeshje me gola. Tashi rreth parë po fillojmë, ndeshja ishte interesante, Atletico ishte shumë e lodhur, por Simeone ja di si me bë golin mbrojtjes së Barcelonës. Dhe kjo erdhi boni 2 gola, edhe pse për mendimin tim, goli i Sorloth, goli i dytë nuk ishte, sepse ishte prekje me dorë e De Paul, kështu që nuk do t'u qunte, po nejse. Po gjoja më e bukur ishte këtu që mënyra se si ja ktheu Barcelona, Lewandowski që tërhiqte dhe lente në pozicion Ferran Torresin, se Ferran Torresi si lojtar dytësor, si zëvendësues për nivelin e Barcelonës është fantastik. Nëse të themi nivel tjetër, të diskutojmë që mund të ishte për të Barcelona si një zëvendësues është perfekt për mendimin tim. Tashi gjëja tjetër është kishim ndeshjen tjetër për vetë faktin para se të kalim dhe një ndeshje tjetër, Ferran Torresi, Pedri që kemi diskutuar 100 herë, edhe Jamali me ato lëvizjet, edhe pse kthimi ishte me fat, sepse ishte devijim, Oblaku s'kishte çfarë me bën atë momente, por funditës në herë dhe fati bën diferencën dhe në futboll. Kjo është pjesë e futbollit, por jeta nuk është e drejtë po e themi dhe funditës me fat, e kupton. O gjithmonë Barcelona çdo herë bën lojë të bukur dhe çdo lojë të mirë. Përveç faktit problemit tek vija mbrojtës që ka Hansi Flick. Tashi kishim ndeshjen tjetër nga Liga, ishte Reali me Villarrealin dhe tashi ishte diçka interesante. Që Reali fitoi, Mapeja 2 gola, në rregull, Villarreali boni një super ndeshje, themi atë që është, jemi realist, një super ndeshje që më ka habit fare mënyrën se si ka luajtur Villarreali kundër Realit. Në gjoja tjetër që më merr not ishte justifikimi i Ancelotti, sepse edhe vjet në 72 orë losë ti, po tashi që ke probleme, Barcelona po të losë mirë, dhe ke më shumë presion ti që duhet fitosh, jo po më the tash, jo po është hera fundit që do lozim ne edhe 72 orë. Po s'ta ka fajin kush që ti nuk përdor Arda Güleri, Enrico. Ke ishin, a ke blen 100 një aty më stoj, pse i ma, pse do të fusësh Mbappén prap, Bellingamin prap, Vinin prap, ku t'i gjonë, të fusësh prap një të lojtari që ke fut kundër Atletico, pse do mi lot, është tashi është ti zgjedhje dike, jo se ke 11 lojtar dhe s'kam çfarë me bë. Fute Enrico, fute nga minuta 70 Mbappén, lozi vetëm 30 minuta, edhe Bellingamin po ashtu. Tashi këto janë justifikime, tashi vetëm ku jam keq unë, pa e them, ku s'jam keq unë pa ecin mirë, mos më e thon, këto janë justifikime për mendimin tim. Ke zgjidhje sa dush, po thjesht këto janë për mendimin tim që edhe presion nga ana
Perezit për shembull, sepse me shty më shumë presionin, me thonë që arbitrat, federata, na ka i not neve, me bo atë që ne kena bo thirrjen me ndryshu ato s'na kanë pranu edhe ne kena qenë të lodh, që në sezonit që ku dalim pak kup, thojmë ka pas jo kena qenë të lodh edhe kena bo thirrje, po e tillë. Ose do bëjnë lëvizje tjetër, ose pastaj jo po kena dash me ndryshu arbitrat, me marrë arbitrat nga vend tjetër, s'na pranun edhe ato na kanë bëjnë note neve, s'na kanë dhënë penalltim të thashë. Sezonet e tjera harrohen, vetëm sot menohen, sa penallti, sa budalli që kanë dhënë Real. Si në Champions në La Liga, po është temë tjetër. Kjo është ideja. Këto janë justifikime, thjesht du t'i vesh punën, mos më mërë me llafe, 72-72 bëllë thire jere s'do, ke zëvëndësusë vëlla. Je ekipi më i mirë. Ke Championsin e tjilë, ke dhe lek budgetin e kesë ndryshë nga ekipet e tjera, shko vëlla. Lojtar ke sa dursh stol, jo se je munges lojtar. Mu më duket budallika e gjoja që po bën, tha Ancelotti dhe do jo po më të thash të legjonër. Kjo është budallik, kështu që për mendimin tim të vej menjën punës, mos të merret me dallavere edhe më të thash budalliqe tjera. Kalem. Tashi, kjo ishte La Liga. Momentalisht, pikë barabarta, mos të gaboj, të filloni unë komente, jo po t'i merr vesh nga futbolli, t'i sa janë kështu se t'lisë në plasën e për komente juve kështu. Tashi duhet me pan juve kështu se jherë me gabu ose me ngatru, filloni ju direkt. Barcelona 60 pikë, Reali 60, Atletico Madridi 56 dhe vjen Atletico Bilbao me 52, veni 4. Okay? Kjo është momentalisht renditja e La Ligës. Tashi, unë nga kjo kishim edhe ndeshjen tjetër në Serie A në Itali. Kishim Atalanta me Inter. Inzaghi e natë me të keqet mundshme, që t'je nda nga gruja, e lënë lekë të gjithë bigjos për çdo lloj gjoje, prapë e ka mundësinë me rraf Atalantën edhe Gasperini. Ja ka kuptu taktikat, ja ka kuptu idenë, ja di logjikën edhe e rrep nga mëngjesi deri në darkë. E fitoi një ndeshje 0-2, pastër, bukur, shpërdoren disa raste, edhe po prap me gjithë Terezinë e tij më të bukur, renditën veni parë me 3 pikë diferencë ndaj Napolit, edhe 6 pikë ndaj Atalantës. Kjo është momentalisht aty në Itali. Kishim super, domethënë, Juventus i ka pas 2 nga ndeshjet, domethënë, dy ndeshjet e kanë qenë më plos në gjithë sezonin, viteve të fundit, jo sezonin, po viteve të fundit. U rraf nga Atalanta 4-0 në Torino, shkoi në Firenze, u rraf 3-0 në Fiorentina. Dhe çfarë gol është, pastër, taktikisht thjesht fare, pa mundu, godit nga jazone, mbrojtja kështu, mes fusha, pa pikë logjike. Por i tentun portë, ndryshe nga Atalanta, që s'u mundu njëherë me sulmu dhe me afru, sa radhë e tentun një 2 herë, kishin disa raste me bo në e gol, 1%, unë ditës probabilitetesh ajo. Sa radhë me Fiorentina, kjo do të thotë që po rritet, e kupton, nga 0 goditje, 2 goditje, vash, unë sezonit dhe bësh i gol. Juvja edhe me motën, momentalisht është në një humner edhe vetëm kështu po bin. Rrgë. Nuk ka pik lidhje fare tash, po mendohet tek Juventusi, merret o Mancini ose dhe Gasperini me që nuk ka rinovu kontratën me Atalantën, ose edhe rikthimi Contes me që po flitet që ka disa polemika Conte me stafin drejtues, unë s'do kërkoja Conten, që Conte nuk ndërton ekip vetëm 2-3 sezonesh, dhe Juventusi nuk ka nevojë për këtë lloj gjëje. Juventusi do një
një nivel tjetër, po themi, që të bëhet një plan më afatgjatë edhe të jetë i vazhdueshëm të rritë, të bëhet një epokë 10 vjeçare, për shembull, siç e boni edhe më parë. Edhe duhet të jetë një plan nga stafi drejtues edhe deri tek trajneri, për mendimin tim, ose mund të bëhet se më shumë e ka tek stafi drejtues që duhet të mendoj mirë atë, sepse Mota ishte një, po themi, fundite thik me dy presa, më vërtet boni mirë me Bologna, por funditës ishte trajner i ri dhe një ekip madh. Bologna nuk ishte në nivelin e Juventusit më marë. Ose dhe Gasperini. Gasperini është një lojtar shumë i mirë, po për trajner, më falni, një trajner shumë i mirë, po ka i gjë që është një trajner sistemi, është edhe një lojtar që mund të jetë, ku dëgjon, Jamali edhe vetëm nga fakti që nuk është i mirë për sistemin, ai e heqi dhe nuk e mund. Ky është lojtar dhe e kena pa çdo lojtar tjetër i Atalantës që ka dalë nga Atalanta. Ka ikë ekip tjetër, nuk kanë funksionu, ka dash shumë kohë me funksionu, gati 1 vit e gjysmë me shkëlqy, 2 vite, ose nuk është dështu fare dhe ka mbështetësu, domethënë i ka rënë niveli, dhe ky është Gasperini, sepse e ul fare. Për Mancinin nuk e di, nuk kam ndonjë opinion as pozitiv, as negativ që të them që po gjithsesi ajo ngelet për të parë, po që duhet heq Mota, pakën presim deri fund sezonit, të shohim derisa çfarë do bëj, a do të çojë, do përmirësohet, sepse kjo Juventus nuk po e kuptojnë. Që 3 neshje bë mirë, edhe thajemi po rikthehet Mota, po e merr veten Terezi, po lojë të bukur, dhe 2 neshje kështu skandal fare. Është më duket e ka probleme me lojtarët që s'po merren vesh me njëri tjetrin, se nuk e kanë kuptuar akoma. Sepse nuk po rritet konstante fare Juve. Si në lojë, po edhe në rezultate. Thjesht në rezultate e kuptoj. Lojën ndonjëherë nuk është fati, ndonjëherë si e Terezi, ndonjëherë shpërdoron, pse thash, po kësa radhë ka ndryshe. As në lojë nuk është më njësoj, pas në rezultate. Dhe kjo do thotë ose nuk po përgjigjin lojtarët me atë, me trajnerin, edhe janë disa fjalë nga po thuhet në këto rumorsat, në rrjetet sociale, në gazeta që disa lojtarë nuk kanë marrëdhënie të mira me Motën. Kështu që do shikohet në të ardhmen se çfarë do bëhet me Motën edhe çfarë do ndodhë. Gjëja tjetër ishte çudia e kësaj radhe në Serie A ishte Bologna që rafi Lazio. 5-0. Një deputim, ndeshje, dominim që Atalanta më mirë se Bologna vjet, a kupton? Jo, Bologna ishte më mirë se vjet, edhe më mirë se me Motën që u quajt. Ky trajner italian, trajner i lezetshëm, trajner i bukur, skema interesante, los fort, radhi 5-0 Lacion, edhe është vendi 4, a kuptotin, tu fut garë prap Bologna për Champions. Më pëlqen që fakti që po tenton në ekipet, se edhe Atalantën ashtu e gjykum në fillimet e parë, para disa viteve, 6-7 viteve, dhe tashi Atalantën konsiderojmë për kampion e Italia. Kështu që ka diçka, domethënë mund a ka histori Lazio, s'mund ta them, po fakti që po tenton të heci përpara, tentoj të bëjë edhe më shumë, se jo, funditës. Çudia tjetër ishte Venecia Napoli, që ky Napoli ndonjëherë neshjet mëdhoja thuhet që super ekip, ndonjëherë neshjet dobta thuhet ky Napoli inshallah arrit deri nuk bën nga kategoria. Me Venecian kjo ishte kështu më duk. Thash me vete, thash ky Napoli doli parazi me Itoje, është vendi i dytë. Nuk kishte pikëlidhje në lojë, ritëm, se kom kuptuar, po më duket ka hyperçarje midis lojtarëve, edhe midis lojtarëve edhe me stafin drejtues, edhe me trajnerin, me Conte. Edhe nuk është tipike kjo gjë që ndodh. Edhe nuk përgjigjen lojtarët me rezultatin edhe me performancën në lojë. Ndryshe tash kishim një Como që dominoi totalisht Milanin, po Milani ishte në fat që fitoi 2-1. Fitoi dhe futet nga përsëri dhe për zonën Champions. Është bërë interesante në Itali, tabela që është Inter vjen i parë 64 pikë, Napoli 61 pikë, Atalanta 58,
Bologna është veni 4 me 53, tash i fillon. Juventus i veni 5, 52, Lazio 51 veni 6, Roma është 49 veni 7, Fiorentina 48 dhe vendi 9 është Milani 47. Që nga Bologna deri tek Milani që është veni 9 është diferencë pikësh, është 5 pikë diferencë pikësh, jo, 6 pikë. Dhe me thënë 6 pikë të në lojë që mund të bëhet një lëvizje madhe. Një gol i avarash, një detaj tjetër që të bën diferencën totalisht me lëviz mund të jesh direkt për Conference League, për Europa League ose për Champions. Kjo është domethënë Juveja ka një pikë me Bolognan, Lazio janë domethënë është një ndeshje për venin e 4, pa ty një lojë ndeshje shumë e madhe që kush do e marrë, kush do futet në zonën Champions. Unë shpresoj që Milani as Juve mos futen, që as mos lodhen, do thosh ti për buxhet monetar që të futen, po më shumë do i hapi, po më mirë të fokuson te kampionati për mendimin tim. Këto ishin gjërat interesante në Serie A. Kishim edhe në Premier League të më drejtën, që ishin disa ndeshje interesante. Kishim ndeshje interesante që u bo ishte Manchester United që rafi Leicester City 0-3. Okej, Leicesteri është duke rënë nga kategoria, okej, për Manchester United ishte një fitore që u donte, edhe ishte më se nevojshme. Arsenali me Chelsea që ishte ndeshje e balancuar deri diku, u bë lojë e bukur në dy krahët, por Arsenali gjeti atë me golin e Merinos, gjeti atë mbrojtjen e Kasolite, themi atë që është vështirë të shënosh gol kundër Arsenalit, e ka treguar veten edhe në Champions, edhe në Premier League, që e ka solide dhe ka blind dhe nuk ha edhe e marr rezultatin 1-0, si italianit cinike, siç ka qenë Juve dikur ose siç po bën Interi, që me 1-0 edhe nuk lodhet duke u mbrojtur, siç e kanë disa ekipe tjera që duhet lodhen që ta bëjnë atë cinizëm. Arsenali e ka ndërtuar si edhe Interi po ashtu, që nuk pa u lodh fare, mbrohen edhe pa shpenzuar energji, sepse e ka ndërtuar shumë mirë Arteta këtë lloj skeme. Që kemi edhe Nottingham Forestin që vazhdoi të fitonte, bën një ndeshje 4-2, fitoi kundër Ipswichit, edhe Manchester United, City më falni, që doli barazim me Brighton, 2-2. Momentalisht në Premier League, Liverpooli është 70, Arsenali 58, që ka mbaruar për mendimin tim, 12 pikë diferencë. Nottingham Forest 54, veni 3, veni 4 të 49 Chelsea, Manchester City 48, Newcastle 47, Brighton 47. Sa afër që i kanë këto. Fulhami, Brightoni, Aston Villa, që i kanë 45, 45, 47, që kanë shumë afër këto vendet, domethënë ta kapim nga veni 4 deri në vendin e, po themi deri në vendin e 8, ose Aston Villa deri në vendin e 9, që janë 45 deri në 48, 3 pikë diferencë për vendin e 5, 6 pikë diferencë për vendin e 4, dhe pas ka shumë edhe këtu kampionati në Premier League luhet shumë për vendin e 4, edhe që ka interesante. Mënyra se që ka ndërtuar edhe çdo pikë vleka në atë lloj ndeshje dhe në atë lloj performancës. Se po vim edhe nga fundi i kampionatit edhe po mbyllet kampionati. Fituesi dihet kush është, po si është po themi këtë lloj forme. Kishim dy, po themi në Bundesliga, më falni, që Dortmundi u radh nga Leipzigu 2-0. Kishim edhe Bayern Munich 1-1 kundër Union Berlin. Do thot njeri, po ai kampionat ka mbaruar vërtet. Sepse Bayern 62 pikë, veni i dytë Leverkusen me 56, që janë 6 pikë diferencë, që
shumë me lehtë, edhe po gaboj ke kohë me orë këpëru me majtë. Vetëm se Bayerni është në Champions duhet më ullat, po diçka që është e menaxhueshme, se 6 pikë diferencë. Edhe Leverkuseni që pas ka fitu kundër Stuttgartit 3-4. Që është një nga që po edhe një, po themi si radhën e kalume, që në fund ditës në minutat e fundit që në golin e fitores Leverkuseni në bosi sezonin e kaluar që mori kampionatin, edhe bosi sezonin e kaluar që minutë fundit u shënu ose duke barazu, edhe të bëhet në gjërat e tilla. Kjo ishte për fundjavën, për ndeshjet që kemi pa, edhe një diçka që kjo ishin domethënë dhe le të diskutojmë pak për kampionatin edhe për po themin për kombëtarin, jo kampionatin, për kombëtarin, le të diskutojmë për kombëtarin. Edhe le të flasim pak. Do të tash në radhë parë mund desha me diskutu diçka. Ishte diçka që një gjë që FSHP-ja që kishte bërë është që tifozët mund blejnë vetëm deri 4 bileta maksimumi, nga dëshira e madhe me ardh shumë veta për domethënë dëshira e madhe që shumë veta po vinë më të tash e kjo gjë e tillë. Por diçka që ka ndodhur është që tifozët kuqezi ka ndodhur diçka sepse ato kanë po themi dënëcion FSHP-n po themi, sepse unë që po e lejmë pa bileta. Një tifo grup që nga nejt çdo moment me Shqipërinë edhe nuk ka ndërzu, për Shqipëria ka qenë nivele më të dobta, më skarca, më amatoreske që ne diqim barazim me Qipër në lumëtëroshën, aq nivel poshtë kemi qenë, derisa ka aty në nivelin futbolli që jemi tash që jemi kanë qef njerëzit na shohin neve, po rritet shumë niveli, po në niveli i shkushmërisë si dhe në si shtet kombëtar, po edhe si kombëtar e futbolli. Na shërit goxha dhe po shikojnë shumë vete që pëlqej Shqipëria, si ndodhi me Europianin edhe më para që janë habit gjithë me lojën e Shqipërisë, lojtarët, më të thash. Edhe është një diçka jo e këndshme që ka bërë FSHP, shpresoj që të rregullohet si gjë dhe të gjetë dakordësi sepse në fund ditës janë detajë 12 në fush. Adrenalinën që jep tifozi, që jep stadiumi, nuk e jep atij sepse për neve, për vendas po themi, e bën. Për shqiptarët e bën krenar dhe jep forcë lojtarëve tonë, por e kundërshtarin e trem nga forcat e tifozëve. Unë kam pa dhe ndeshje të mëdha në stadium edhe u dinte, u shifte energjia se sa e vështirë ishte kundërshtarin duke pa gjithë atë tifozëri. E kemi pa dhe ne dim që sa herë themi që u do hikin në Anfield, u do hikin në Borussia Dortmund, do luhet në Gjermani ose do luhet filon vend. Është shumë e vështirë, për shembull ose do ikësh në Serbi për shembull që serbët ose në Poloni që janë gati, që është, domethënë është terren i vështirë, është stadium i vështirë sepse janë huligan, janë frikshëm, domethënë në sensin e asaj dhe japin shumë emocion, të bëhet shumë më parë në atë momentin që është një stadium i tërë kundër teje. Dhe kush është forca më e madhe, si do ndikosh do rrisësh përqindjen kundër ekipeve të ndodhur. Dhe kjo duhet për mendimin tim. Kështu dhe shpresoj që të zgjidhet si gjë dhe sa më mirë. Tash të flasim pak për listën e kombëtarës. Portierët është Strakosha, Kastrati, Sherri, Simoni. Mbrojtësit janë Balliu, Nazar Aliu, Kumbulla, Hadroj, Ismaili, Gjimshiti, Ajeti, Mihaj, Ramadani, Mesfush, Menton Berisha, Laci, Aslani, Pajaziti,
Bruti Sheu Bajrami Hoxha, që janë në Esfush. Sulmues janë Muçi, Hasani, Broja, Uzuni, Rejmana. Këto janë lojtarët që janë marrë nga Silvinjo, herë të parë ka ardhur Julian Sheu, që losën të Loci, edhe Etnik Bruti i Malishevës që ka ardhur në këto moment. Me anë të tillë që Broja ka qenë i dëmtuar dhe nuk ka luajtur me Evertonin, po prapë Broja si kanë marrë dhe ka shanse që të lozë edhe kundër që të ketë i disponueshëm ndaj të tillë. Edhe Nazar Ali që u rikthye, domethënë lozë te Dinamo në superioren tonë dhe është marrë edhe rikthim po e themi në kështu. Vazhdon akoma që Daku pse Daku nuk të me thamë fund ditës edhe fakti që nuk është marrë Daku është ngjelet një pikë pyetje që nuk e di dhe me thënë që pse është marrë Daku edhe pse nuk do bëhet, dhe me thënë pse s'është marrë dhe pse kështu, nuk e di pse, po ngelin për të parë. Një nga rregullat që kishte paska për shoh tash në lajme, që thotë që nuk lejohet Silvinjo ka vendosur transferta në Londës, Silvinjo ka dhënë urdhrin në prej që në çdo lëvizje të futbollistëve do të mbetet vetëm në lejen e stafit teknik. Gjatë akomodimit në hotel dhe lojtarët e kanë të ndaluar të konsumojnë kafe apo thjesht të takojnë familjar apo miqtë të tyre në hostë siç e ka ndodhur në Rondon deri tani. Komunizëm, strik vllai, dhunë. Po ashtu Silvinjo ka vendosur që futbollistët mund të rrinë në dhomë për të pushuar dhe nuk lejohet dalja pas orës 22. Karantinë vlla, koronavirus të darkës. Nëse dikush për lojtar kërkon të dalë për të marrë ajër të pastë apo të shkojë në pishinë apo spa, duhet të bëjë vetëm me lejen e stafit teknik. Vlla, kërkim te një Albania, më kujtohet te Dirama me kohë karantinë, do të bësh aplikim me një Albania, do të vish tash dhe të bësh. Këto të rregullat do jenë të vlefshme për gjatë eliminatorëve. Zonë aty. Do ikim. Kuptojmë që pas Anglisë Shqipëria do përballet me Afganistan. Tash është çika kështu, do ka me bot pa me ky dhunë me mori çika të autoritetin ose nuk e di të më thasë që çfarë do me bë. Është dhe më thënë që desha me diskutua dhe me diçka për ju dhe më që fakti bruti që ka vendosur të lozi me Shqipërinë po themi dhe pse ka vendosur të lozi me Shqipërinë dhe jo me Kosovën, për mua nuk është mund të jetë një gjë të bukur që bashkifsha, sa tha deri diku MC Kresha, një emision në Kosovë që tha mund të jetë tradhti emocionale, shpirtërore, sepse nuk luajti për ekipin që kam qef unë, po luajti për ekipin tjetër që e ka më pak qef, e themi në këtë sens, jo që se du, që është Kosova dhe Shqipëria. Po nuk mund të thush tradhti kombëtare ku prapë los për kombëtarin. Edhe tha një gjë të bukur, shumë bukur, që ishte gjëja që tha MC Kresha, dhe i qëndroj deri diku sensit që funditës të ndryshimi ka. Tashi ju faleminderit që më ndoqët, mos harroni të na bëni subscribe, të na bëni follow dhe kështu që të rini sa më pozitive dhe shihemi episodin e radhës.